heqja e imunitetit, kreu grushtin e shtetit, për të shpëtuar në kurën e tij. Po miq, Edi Rama nuk lejoj dhe s'mund të lejon të kur të arrestoj Lubia, sepse e din të mirë se i pari i dyti do jetë ai. Në fakt ai duhet ishte i pari, po i dyti do ishte ai. Edi Rama është autori i vjedhjeve të përmasave të pa imagjinueshme nga ne. Çfarë mësuam ne këto ditë? Ne mësuam se zëvendës kryeministrja në ato teftere që janë gjetur deri sot, ka mbi 300 apartamente, ka dhe 2 jahte luksi, ka 15 supermerkato, ka me qindra prona tjera. Por e vërteta është se nëse ajo ka mos harro këto prona, Edi Rama hyn këtë ndërtesë pasi kishte depozituar në bankat offshore para të vjedhura 200 milion euro. Të kthyer në apartamente, ato janë bazë me 1800 apartamente. Dhe të gjitha këto para vitit 2014. Miqtë e mi, Edi Rama nuk do pranoj kur të heq imunitete. Edi Rama nuk do pranoj kur të shkarkoj Lubi Ballukun apo t'jap dorëheqje. Nuk duhet gabohemi. Jo, Edi Ramën do ta heqim ne. Do ta heqim ne, populli opozitar. Do ta heqim ne, populli opozitar. Askush mos të ketë iluzion se Edi Rama ikën me vot. Jo kur. Por sot nuk ka shqiptar që beson më se Edi Rama ikën me vot. Mund të ketë tek këtu njerëz që besojnë se mund të ikën me drejtësi. Naivitet. Jo, kur. Aja është i gatshëm ato 84 mandate ti përdor si bajoneta krimi, kundër drejtësisë, kundër qytetarëve, kundër kushtetutës, kundër ligjeve. Atëherë vota jo, drejtësia jo, do t'jenë qytetarët, do t'jenë idealistët, do t'jenë guximtarët, ata të cilët do të hedhin Edi Ramën në banesën e turpit historisë. Do t'jenë ata që do i rezervojnë Edi Ramës atë që i ka rezervuar popujt e shtypur, Idi Aminit, Ghedafit, Mobutus, apo ata që i rezervuan kombet e largëta, Nepali, Bangladeshi, Sri Lanka, diktatorëve autoritarë si Edi Rama. Miq, zhurmë e madhe, opozita, s'kuj ka forsat, kuj ka, mjera ata që i japin Edi Ramës, i japin zemër me gënjeshtra, ja ku është opozita dhe do ja u them unë ju. Ju një njerëz të bekur. Ju jeni njerëz të bekur. Por opozita disa detyra të mëdha, detyrime shumë të mëdha që kishte para jush i ka bërë. Opozita ja doli ti dëshmoj botës se që përfaqëson narkoshteti shqiptar,
ja doli t'i faktoj botës se si Edi Rama shtroi në fars votën tuaj. Ja doli të faktoj se Edi Rama është armik i egër i pluralizmit, se është një bos i karteleve më të rrezikshme të drogës në Europë. Të gjitha këto ishin të domosdoshme, por të gjitha këto kanë një mesazh. Në këmbë shqiptar, në misionin historik për të larguar Edi Ramën, për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar demokracinë, për të shpëtuar familjen shqiptare. Ndaj dhe ne jemi këtu sot, jam i bindur se me të drejtë, jo pa të drejtë, ka qytetarë këtu në shesh, ka të tjerë që na ndjekin dhe thonë, po çfarë do bëjnë këta? Ja u bë kjo, çfarë do bëjnë këta? U them atyre që pyes, keni shumë drejt pyetjen, po u jap fjalën që ne do bëjmë atë, ja do vdesim, ja do rojmë për liri. Mjera ai që provohet me ne. Dhe djeni mirë, se kur ne kemi dalë me këthe motiv, kur nuk kemi humbur, kemi fituar, do fitojmë. Nuk mundet kur një grusht hajdutësh të na në përkëm ne, nuk mundet kur një grusht hajdutësh, narkotrafikantësh, të shkelmojnë mbi dignitetin ton, të shkelmojnë mbi të ardhmen ton, të nxjerrin Shqipërinë, ta përzën nga Shqipëria, jo kur. Jo, ta harrojnë. Kemi dalë në shesh, mos e harro këtë Edi Rama. Sheshi është yni. Kudo që t'jesh, nuk të ndahemi. S'të ndahemi këtu, po t'ja fjallën s'të ndahemi as në Surrel. Hapi shim sytë, shim të njerëz. Marshim drejt Surrelit, po ju themun. A ju në ka shpal luft. Ne i shpallim luft. A i ka shpall luft shqiptarve. Ne i shpallim luft armikut shqiptarve. Ke prek votën, Timor. Bastard. Harrove ti se daja jytë dhe baba jytë për votën doni ta fusin tanket. Të i kujtoj këtu Edi Rama 20 shkurtin, kur me autoblind përfundove në bunkeret e Enver edhe bunker s'do gjesh më. Ndaj miq, le ta shërbej ky takim madhështor proteste për një betimi njerëzve të lirë, betimi burrave grave guximtar, i djemve dhe vajzave guximtar, të bashkohemi sa më shumë dhe në emër tuaj ftoj të gjitha forcat politike opozitare, ftoj çdo opozitar, ftoj çdo guximtar të bashkohet në këtë betejë